pavarësisht që akuja nuk ka kryer dhe nuk kryen matje dhe s'ka programe monitorimi për pesticidet, unë do të theksoj që rezultatet e gjetura nga qendra juaj për produktet, në rastin tonë të turshive dhe të gjithë të produkteve të fermentuara apo të prodhuara në vende të ndryshme, referuar rezultateve që janë raportuar, tregohet që ka nivele të rritura të pesticideve. Nuk ka probleme me metalet e rënda, në asnjë rast nuk ka patur nivele mbi normë të metaleve të rënda, por ka përdorim të pesticideve. Për mostrën nëmër 1 që kemi këtu mbi tavolinë, nuk është se rezultatet tregojnë që nuk ka, është lloj produkti të shkarçof, i fermentuar, i cili nuk ka shfaqur probleme. E fillojmë me analizën numër 1. Po, nuk ka shfaqur probleme, në rezultatet tregojnë që janë konform. Është marka, në mos gaboj, Sotoli, ka qoftë prera, datë skadence 31/7/2027. Ka rezultuar konform. Konform. Nuk paraqet probleme. Nuk paraqet probleme. Sipas vlera dhe marrëleve të përcaktuara nga legjislacioni shqiptar dhe nga ato të direktivat e Bashkimit Evropian. Profesor, që në tërësinë e tyre të 12 mostrat nuk kanë paraqitur probleme me metalet e rënda. Po. Që është deri diku, domethënë, sinjal i mirë. Ska, vlerat janë gjetur janë poshtë marrëleve, më të ulta se vlerat maksimale të lejuara, dhe disa fare të ulta, për shembull te mosta nëmër 1 janë më vogël se 0.0.1, domethënë që është një vlerë e ulët gjetur në këtë rast.